Po më vine edhe kështu në adresë personale, kështu që po e shprizirasim vetëm t'i ndoj, thot përshëndetje për ministrin, kur kena me pa FSK-n me helikopterat e vetë? Po, edhe për çështën e helikopterve, vitin 2024, bashkë me komandantin e Forcës Sigurisë Kosovës, General Jasharin, gjatë vizitës që kemi posur në Departamentin e Mbrojtjes në atë kohë, edhe Departamentin e Shtetit, jemi dakorduar me strukturat vendimarrëse të SHBA-ve për të prokuruar helikopter nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjatë asaj vizite kemi pas rastin që të takohemi me drejtuesit e kompanisë që prodhon helikopterin Black Hawk, që është një ndër helikopteret më efektiv dhe më të mirë që përdoren nga ushtria e Shtetet e Bashkuara, por edhe vendet të tjera të NATO-s. Ne kemi filluar tashmë diskutimet për këta helikopter gjatë muajt të kaluar. Vetë General Jashari ka qenë në gardën e Ajovës, ku ka vizituar ato hangarët ku bëhen këta helikopter, por edhe ka vizituar qendrat e mirëmbajtjes së këtyre helikopterëve në mënyrë që të paraprim përmes përgatitjes së personelit tonë në fushën e mirëmbajtjes, në fushën se si duhet të mirëmbohen këta helikopter para se të fillojmë me procedura tjera. Unë vlerësoj që këtë vit ne do të kemi diskutimet edhe nënshkrimin e kontratës për helikopteret Black Hawk, në mënyrë që t'i kemi me kohë pastaj në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Pra, çka ka mbetur tani, po kthehemi te pyetja tjetër, është mbrojtja ajrore dhe mbështetja ajrore. Një pjesë të mbështetjes ajrore kemi mbuluar me dronët, luftarak dhe vëzhgues. Një pjesë do ta mbulojmë me aspektin e helikopterëve, kurse normalisht ne kemi prokuruar edhe shumë sisteme tjera të artillerisë fushore, pastaj mortajav, edhe shumë sisteme tjera që nuk po arrijmë gjitha t'i themi. Dihet që vitin e kaluar në dhjetor kemi bërë një kontratë jashtëzakonisht të rëndësishme për një sistem modern të artillerisë që Kosovën e bën vendin e parë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës që prokuron atë nga kompania mirënjohur AM General, dhe që është një sistem mobil i artillerisë, kurse tash fokusi ynë do të jetë mbrojtja ajrore dhe do të jetë mbështetja ajrore. Këto pra do të jenë investimet që janë prioritare. Edhe një pyetje tjetër thot, pyetje për ministrin, ku janë BMC Vuran që janë porosit prej 2021, vetëm 3 copa janë pa ose bë publike. A ka ndonjë padi për kompaninë BMC? Jo, ne... Kuraj ta kem theksu mirë, si po e lexoj po e them. Ne jemi duke i pranuar me kohë automjetet Vuran që prodhohen nga BMC. So për njoftim të opinionit, 3 automjetet e para që kemi pranuar kanë qenë donacion nga shteti turk, edhe 2 nga ato që do t'i pranojmë janë pashtu donacion nga shteti turk dhe një do t'a blejmë me buxhetin tonë. Gjitha janë porositur, normalisht që ne do të presim për shkak që është afati prodhimit, është afati liferimit, mirë po mund t'ju siguroj që ato 3 kanë ardhur në kohën kur është paraportë jenë, edhe këto 3 që do të vinë pikërisht në periudhën kur jemi dakorduar me shtetin e turk. Edhe njëherë, prokurimi i automjeteve Vuran është bërë nga Ministria e Mbrojtjes së Turqisë, për shkak që është donacion i Ministrisë së Mbrojtjes së Turqisë për Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës. Pra nuk është kontratë që kemi lidhur ne, prandaj edhe në rast që mund vonohen, ne nuk jemi të drejtë të padisim për shkak që kjo është donacion, pra nuk është pajisje që e kemi blerë. Për ndoshta shikuesit që nuk e kanë të qartë edhe këtë pajisje që përdoren, që është një tip i makinës, për ushtrinë që përdoret, ta tregojmë veç pak specifikat që i ka. Po, Vuran është një ndër automjetet më moderne me sistem të mortajës 120 mm, është një sistem jashtëzakonisht modern, shënjestrimi me këtë automjet bëhet në mënyrë digjitale, pra është mortaja 120 mm që del pasi hapet e pjesa e kulmit të automjetit dhe e ka një saktësi jashtëzakonisht madhe, e ka një efekt deri në 9 km, pra efekti i gjuajtjes, distanca e qitjes është deri në 9 km, është thash prej automjeteve më moderne, ushtarake me